Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimi shenjtë. Jemi në datën 5 gusht. Kjo ditë është një ditë vigjilje, sepse në datën 6 gusht ne kremtojmë të kremten zotërore, metamorfozën e Zotit, së shpërfytyrimin në shqip. Dhe në këtë datë, pra në datën 5 gusht, ne lexojmë nga letra e apostullit Petros, letra e parë, kapitulli 1, vargu 2 deri në vargun 10. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etave. Petro, apostulli i Jezusit Krisht, të zgjedhurve që rinë në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadoqisë, të Azisë dhe Bitinisë, të zgjedhurve si paranjohës së Perëndisë, Atit, me anë të shenjtërimit të frymës, për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun e Jezusit Krishtit, hiri dhe paqja qoftë me ju. Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezusit Krisht, i cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezusit Krishtit prej së vdekurësh, për një trashëgimi të paprishëm, të panjohur dhe të pafishkur që është ruajtur në qiell për ju, që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtim, gati për të zbuluar në kohën e fundit. Për këtë gëzoni, ndonse në qoftë se duhet për pak kohë, tani duhet të rishtoheni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj që është më shumë e çmuar se ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder dhe lavdi të zburesës së Jezusit Krishtit, të cilin megjithëse ju nuk e keni parë doni, duke besuar në të megjithëse tani nuk e shihni, dhe ngazulloheni nga një hare e patregueshme dhe e lavdishme, duke arritur përmbushjen e besimit tuaj shpëtimin e shpirtrave. Për këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan nga hiri për ju. Pra, kjo është pjesa që lexojmë nga letra e apostullit Petros, dhe këtu përmbledhen disa nga temat më të thella të besimit krishter, zgjedhja hynore, rilindja në Krishtin, shpresas, provat dhe shpëtimi. Por le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etrave. Petro, apostulli i Jezusit Krishtit, të zgjedhurve që rinë në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadoqisë, Azisë dhe të Bitinisë. Lexojmë dhe në vargun e 2, të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë Atit, me anë të shenjtërimit të frymës, për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun e Jezusit Krishtit, hiri dhe paqja qoftë mbi ju. Pra, apostulli Petro këtë letër ja dërgon diasporës, jo vetëm si një shpërndarje gjeografike, por asaj diaspore të krishterë e cila nga Jeruzalemi pastaj u përhap në të gjithë vendet, sidomos në perandori romake. Pra, të krishterët janë qytetarë të qiellit dhe jetojnë si pelegrin mbi tokë, pra ata janë thjesht udhëtar dhe besimtarë janë të huaj në këtë botë, sepse adeu tyre i vërtet është mbretëria e Perëndisë, që është në qiell, por pritet me ardhmën e dytë të Krishtit të vinë në tokë. Edhe sot shumë besimtarë ndihen të huaj mes një kulture që shpesh nuk dan vlerat e Ungjillit, por apostulli Petro kujton se kjo nuk është shenjë dështimi, por pjesë e identitetit krishter. Kështu që ne asnjëherë nuk duhet ndjehemi komod në këtë botë, nëse ndjehemi komod në këtë botë tregojnë që jemi në shtror frymës së botës, ne jemi kontravers në kuptimin e mirë, sepse jemi kundër frymës të botës. Por ne jetojmë në botë dhe marrim në botë atë që na intereson për mbijetesën tonë, për të bërë vullnetin e Perëndisë dhe për zbatuar porositë e Perëndisë, pa prekur besimin, ligjin dhe moralin tonë. Prandaj, ne jemi shtektar në këtë botë, ashtu siç thotë dhe apostulli Petro, të zgjedhurve që rinë në diasporën dhe përmend disa vende Pontit, Galatisë, Kapadoqisë, Azisë dhe Bitinisë, por siç thash, të gjithë ne të krishterët jemi në një diasporë e shpërndarë në botë, sepse jemi qytetarë të mbretërisë së Perëndisë. Por vazhdojmë dhe lexojmë për vargjet më poshtë, ku thuhet sipas paranjohjes së Perëndisë. Shënjangu i artit thekson se paranjohja e Perëndisë nuk e heq lirinë e njeriut. Perëndia njeh paraprakisht ata që i përgjigjen hirit të tij, por nuk i detyron. Kjo është diçka e vështirë për ne njerëz, sepse ne jetojmë brenda kohës dhe hapësirës, brenda kësaj sfere, mund të themi, dhe ne nuk e kuptojmë se si Zoti, që është përtej kohës dhe hapësirës, shikon të gjitha gjërat tani. Por kjo është një atribut hynor, pra Zoti është trashëdent dhe imanent, është përtej krijimit dhe është brenda krijimit. Përtej krijimit ai di gjithçka, di gjithçka që ka ndodhur, do ndodhi, por po ashtu Zoti është dhe brenda kohës, bashkë me neve, ecën, udhton bashkë me ne. Kështu që, duke qenë përtej kohës, ai di gjithçka dhe kjo është paranjohja. Por paranjohja
nuk duhet kuptuar si një lloj detyrimi, pra që Zoti na detyron me paranjohjen e tij. Jo, ai thjesht një. Për ta kuptuar më thjesht, është si dikush që është në mal të një mali dhe shikon se si disa njerëz po ngjiten këtij mali. Ai duke qenë sipër malit, thot, filani do të arrijë në këtë maj mali sepse po ecën nga kjo rrugë dhe për kaq orë mund të arrijë. Filani nuk do të arrijë sepse ai shikon nga lart që po ecën në një rrugë qore dhe nuk do të arrijë në këtë mal. Pra, këtu nuk kemi një detyrim ndaj udhëtarëve, po kemi një paranjohje të një personi që është në maj të malit. E njëjta gjë, Zoti duke qenë përtej kohës dhe hapësirës, di gjithçka para se të ndodhë sepse ai shikon të ardhmen. Shën Agustini i Hipos thekson se çdo gjë fillon me hijen e Perëndis, po jo me meritën njerëzore. Pra është Zoti ai që nxit njohjen dhe shpëtimin. Zoti i thiri Adamin, Adam ku je? Zoti na thërret neve. Dhe vetëm na thërret që na përballi me veten, por ai nxit edhe shpëtimin ton. Pra, besimi nuk është thjesht një rezultat i përpjekjeve tona, ai është një dhuratë e Perëndis, ndaj përgjigjja jonë duhet të jetë me porositë dhe me bindje. Kështu pra duhet i kuptojmë këto dy vargjet e para. Për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun e Jezu Krishtit, hir dhe paqja qoftë mbi ju. Por vazhdojmë të lexojmë edhe vargun e tretë ku na thuhet: "Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekursh." Po ashtu, vazhdojmë të lexojmë edhe vargjet e tjera, vargu 4 për një trashëgimi të paprishëm, të panjohur dhe të pafishku që është ruajtur në qiell për ju. Dhe vargu 5 që nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtim, gati për të zbuluar në kohën e fundit. Etrit e kishë i shpjegojnë këto vargje para na lindi për një shpresë të gjallë. Shënqëri i Aleksandris thotë se ringjallja e Krishtit është garancia e ringjalljes sonë. E kemi diskutuar dhe në letrën e Apostullit Pavlit që Krishti është i pari i të gjallëve, dhe ashtu siç u ngjall Krishti prej së vdekursh, do ngjallen gjithë njerëzit. Por për ata që kanë besuar në Krishtin është ngjallje lavdie, dhe për ata që nuk kanë besuar ngjallje gjyqi. Shën Athanasi i Aleksandris shkruan se Krishti, duke mundur vdekjen, hapi rrugën drejt jetës së përjetshme. Dhe për të marrë trashëgimi qiellore, që është e paprishme, që nuk dotet nga mëkati dhe nuk humbet me kalimin e kohës. Në një botë ku pasuria, shëndeti dhe suksesi mund të humbasin shpejt, Apostulli Petro drejton vështrimin drejt një trashëgimie që nuk mund të shkatërrohet, ashtu siç ai ja u thot me anë të letrës diasporës së krishterë, po gjithë krishterimit dhe krishterëve që janë të përhapur në të gjithë botën. Vazhdojmë lexojmë vargjet më poshtë, jemi në vargun 6 dhe 7, ku na thuhet: "Për këtë gëzoni, ndonse në qoftë se duhet për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj që është shumë më i çmuar nga ari, që prishet, dhe pse provohet me zjarr të dalë për lëvdim deri dhe lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit." Pra, në këto vargje 6 dhe 7, sipas etërve të kishës, Shën Janku i Arti flet për provën e besimit tuaj dhe e krahason besimin me arin. Ari gjithmonë pastrohet duke u shkrirë në zjarr, dhe sa më tepër shkrihet, skorjet dalin, ato mbetjet, metalet e tjera, dhe kështu del ai ari që themi në 24 karat. Po kështu provohet edhe besimi. Brenda provave, mundimeve, tundimeve, vuajtjeve, sëmundjeve, vështirësive, madje martirizimit, neve largojmë skorjet e mëkatit dhe kështu bëhemi si ai ari që shkëlqen, ari shpirtëror flasim. Shën Grigori i Madh thotë se Perëndia nuk i dërgon sprova për të na shkatruar, por për të zbuluar dhe forcuar virtutet tona. Çdo njeri ka si them virtutet e tij, por ka dhe hipokrizinë e tij. Atëherë Zoti lejon dhe disa sprova që secili prej nesh të njohë veten e vet. Pra, nëse ai ka virtute, këto virtute në sprova do dalin: besimi, qëndrueshmëria, toleranca, durimi, falja, dashuria e tjera, por edhe hipokrizia del kur ke një sprovë. Pra, si përballon sprovën tregon çfarë gjendje shpirtërore je. Prandaj sëmundjet, humbjet, padrejtësitë dhe vështirësitë nuk janë domosdoshmërisht shenja se Perëndia na ka braktisur. Ato mund të bëhen vendi ku besimi piqet dhe forcohet, pra si afura e zjarrit që pastron arin, kështu edhe neve brenda kësaj përvoje, mundimi dhe vuajtje, neve e para njohim veten, e dyta
shtojmë besimin, sepse shikojmë se si Perëndia ndryn në jetën tonë dhe na nxjerr nga situata të vështira dhe të pamundura para njerëzore, kështu forcohemi në besim, por shlirohemi edhe nga hipokrizia, nëse kemi një besim hipokrit dhe një vetpërqim të vetes sonë. Vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë, jemi në vargun 8 dhe në vargun 9, të cilën megjithëse ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të, megjithëse tani nuk e shihni, dhe ngazullohuni nga një hare e patregueshme dhe lavdishme, duke arritur përmbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. Shën Agustini thot, megjithëse, duke interpretuar fjalët megjithëse nuk e keni parë, ne e shohim Krishtin me sytë e zemrës. Vërtet, Krishti është i padukshëm për besimtarët e krishterë, por u bë i dukshëm dhe është i dukshëm me anë të besimit. Pra ne besojmë në ato çfarë Krishti tha dhe bëri sipas dëshmisë të apostujve dhe të dishepujve, dhe kështu brez pas brezi na jepet kjo dëshmi. Dhe mjafton arsyetimi, logjika dhe syri i besimit që ne ta shohim Krishtin. Nuk është nevoja ta shohim fizikisht. Besimi nuk mbështetet vetëm në shikimin fizik, por mbi dëshminë e apostujve dhe veprimin e frymës së shenjtë. Pra, Zoti kërkon një besim nga ne, sepse duhet të vëjmë mendjen në punë, duhet të arsyetojmë. Dhe nëse se dikush e vë mendjen në punë, patjetër do arrijë në besim, në besimin e personit Jezu Krisht që ka jetuar historikisht dhe në veprën e tij shpëtimtare të kryqëzimit, varrosis dhe të ngjalljes. Pra, thot dhe për diçka tjetër apostoll Petro, për hare të patregueshme. Hareja patregueshme është ata që kanë besimtarët në Krishtin, që është fryti i pranisë së Shpirtit Shenjtë në zemrat e besimtarëve. Ky është një paradoks, sepse të krishterët, paradoks në thonjza flasim, sepse të krishterët, edhe pse janë njerëz të cilët kalojnë në shumë vështirësi, pra kalojnë në një lloj kalvari, ashtu si dhe Krishti, prapë krishterët kanë hare, kanë gëzim, edhe brenda vojtjes, sëmundjeve, vështirësive, për ndjekje martirizimit. Shikojmë për shembull në jetën e shenjtore, po dhe në përvojat tonë personale. Pse ndodh kjo? Kjo nuk ndodh se ne kemi një lloj adrenaline të veçantë, ose marrim narkotik ose diçka tjetër, për dal nga një gjendje e mërzitshme dhe për të kaluar në një gjendje transi ose një gjendje happy, lumturie virtuale. Jo. Kjo ndodh sepse brenda nesh është Shpirti i Shenjtë. Shpirti i Shenjtë është ai që jep haret patregueshme. Shpirti i Shenjtë është qenie hyjnore e lumtur, ashtu si Ati dhe Biri. Prandaj dhe kjo hare dhe lumturi e Shpirtit Shenjtë rrezatohet te shpirti ynë dhe ne reflektojmë këtë. Shumë besimtarë nuk kanë përvojë të jashtëzakonshme shpirtërore, por vazhdojnë ta duan Krishtin përmes lutjes. Pra, lutja është ajo që na bashkon me Krishtin dhe shton besimin. Po ashtu edhe fjalës së Perëndis, duke lexuar atë, po ashtu edhe nëpërmjet jetës kishtare dhe mistereve të kishës. Ktu bëhet i dukshëm dhe prezent Krishti. Mbani mend që Krishti kur u ngjall u shfaq dy dishepujve që po shkonin rrugën për në Emaus. Tradita thotë që është Shën Kleopa dhe Shën Lukaj. Ata nuk e njohën, por kur Krishti ul me ta në tryezë dhe theu bukën, atëherë e njohën. Për treguar se misteri i falënderimit ynor, pra ku ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit, është i mjaftueshëm që ne ta njohim dhe ta shohim Krishtin. Prandaj këtë lavdëron edhe apostoll Petro, pra ta besosh Krishtin dhe duke mos e parë. Këtë tha dhe Krishti te apostoll Thomaj. Thoma, ti besove se më pe, por më të lumtur janë ata që besojnë pa më parë. Prandaj, besimi ynë në Krishtin edhe pa e parë na jep një hare dhe një gëzim, sepse është një shpërblim që na jep Shpirti i Shenjtë. Por flasim dhe për vargun e 10, vargu i fundit për sot, për këtë shpëtim kërkuan dhe jetuan profetët që profetizuan nga hiri për ju. Pra, e të shohin një vazhdimsi të besëlidhjes së vjetër dhe të res. Profetët janë ata që u thirrën dhe u zgjodhën dhe dëshmuan te populli i Izraelit në dhjetën e vjetër. Por të gjithë ata profet pan në mënyrë të pjeshme ardhin e Mesias dhe të Krishtit, e pan me vegime, po e pan dhe me simbolika. Ata kërkuan të kuptonin kohën dhe mënyrën e përmbushjes së këtyre premtimeve, ndërsa ajo që ata paralajmëruan u përmbush për Jezu Krishtin, sepse Krishti erdhi fizikisht dhe e përmbushi gjithë veprën që profetët kishin parathënë nga zbulesat hyjnore. Tashmë ne të krishterët shikojmë duke studuar dhe dhjetën e vjetër përmbushjen e profecive.
Kjo është arsyeja që leximi i Shkrimit të Shenjtë i Dhjatës së Vjetër e jep një kuptim dhe shpjegim dhjatës së re. Dhe dhjata e re përmbush dhjatën e vjetër. Prandaj, duke lexuar Shkrimin e Shenjtë mjafton kjo që ne të besojmë në Krishtin. Temat kryesore që etrit e kanë prekur në këtë pjesë të apostull Petros, për këtë letër të apostull Petros, janë si të rendisim për t'i kuptuar dhe njerë, të krishterët janë gjithmonë pelegrinë në këtë botë, shpëtimi është vepër e Trinisë, Ati zgjedh fryma shenjtëron, biri shpëton me anë të gjakut të tij. Ringjallja e Krishtit është themeli i shpresës sonë. Sprovat pastrojnë besimin si zjarri pastron arin. Dashuria për Krishtin nuk varet nga shikimi fizik, por nga besimi. Dhe gjithë historia e shpëtimit nga profetët deri tek apostujt gjen përmbushjen në Krishtin. Ky tekst që ne lexuam fton krishterët mos e masin jetën vetëm sipas rrethanave të tanishme. Edhe ata kur përballen me sprova, i krishteri është i thirrur të jetojë me shpresën e gjallë që buron nga ringjallja e Krishtit, pra fjalën e fundit e ka Zoti. Nuk është vuajtja, vdekja fundi i njeriu. Jo, është ngjallja ose ringjallja. Dhe këtë shpresë që i mban gjallë të krishterët e jep ringjallja e Krishtit. Identiteti i krishterit nuk përcaktohet nga suksesi, pasuria apo pranimi i tij nga bota, por nga fakti sa i shtirur nga Perëndia, shenjtëruar nga fryma e shenjtë dhe i destinuar për një trashëgimi të përjetshme bashkë me Zotin Isu Krisht. Kjo shpresë nuk e largon nga vuajtja, por jep të krishterit kuptim dhe orientim drejt lavdisë që sipas apostullit Petër do zbulohet plotësisht në ardhmën e dytë të Zotit Isu Krisht. Pra, duke pasur dhe ne këto fjalë që tha apostulli Petro tek të krishterët diasporës që na i thot dhe neve, le të vazhdojmë udhëtimin tonë të bekuar të krishterë që është një aventurë e bukur dhe me një përfundim të lavdishëm. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën tonë dhe miru takoheshim në takimin e ardhshëm.